Kjo ka qenë një etapë e vështirë, duke ardhur nga Burreli për Durrës, është etapa e tretë sot, me gjithë kronometrin është etapa e katërt. Sot nuk është arritur në një cilësi shumë e lartë në shpejtësi, se ka qenë një temperaturë shumë e lartë, por përgatitja ka qenë e madhe. Marrin pjesë gati 15 ekipe, duke filluar që nga ekipi Malizhi, ekipi Bosnjës, ekipi Kosovës, ekipi Kumanovës, Partizani, Tirana, Teuta, Apollonia Fierit, Skënderbeu i Korçës, Flamurtari, Burreli, dhe është bërë jashtëzakonisht gara shumë e bukur, por nuk ka pasur siç ka pasur ditët e para, që ka qenë Shkodra me një mesatare 45 km/h, siç ka qenë Burreli dje me një mesatare shumë të lartë, dhe mendojmë që nesër do të jetë një etapë prapë e fortë duke u nisur nga Durrësi për drejtim Pogradecit, por neve si staf dhe si federat jemi jashtëzakonisht të kënaqur me punën që është bërë nga trajnerët me ekipet e huaja. Në mënyrë të veçantë do të falenderoj jashtëzakonisht sot dhe dje Policinë e Shtetit për masat e mara, që nuk ka ndodhur asnjë lloj incidenti dhe i kanë dhënë një dinjitet shtetit shqiptar me masat e mara. Dhe u bëj thirrje të gjitha bashkive të jenë më afër, se është ky lloj sporti që e ka marrë këtë rini dhe e ka afruar gjithmonë afër për ta nxjerrë dhe për ta shpërnë sa më përpara, duke larguar nga të gjitha drejtimet, si nga droga, si nga veprimet e tjera, si nga krimi. Kjo është një etapë shumë e vështirë, me Leron gjysmë malor, po një pjesë të madhe fusha. Falenderoj shumë sa skuadrën ka bërë një punë të shkëlqyer. Edhe derisa erdha këtu e sprint finale fitova. Ju jeni të Apollonia? Po, ekipi të Apollonia Fier. Ku do vazhdoni, ku do vijoj më pas? Mas kësaj etape nisim për Pogradec, është etape para fundit. Etapën e fundit nga Pogradec janë në majtë Çak Krabës, sa dhe marron turi ciklistik i Shqipërisë. Sot vend i parë. Sot vend i parë. Pasa, Altanisa. Një dhe prokitje për ciklistit dhe të mos reagojë ciklistit. Mimi.